Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Në këtë ditë të bukur me diell, ju përshëndes nga fshati Lajthisht, komuna e Obiliqit. Hajde po shkojmë drejt fshatit, po njoftohemi me banorët dhe mënyrën e jetesës në këtë fshat. Qëndroni me neve. Indërum që shie? Mirë. Me shëndet? Po mirë, halo qështu. Halo në kom tua? Po. Po që ajo kryesorja. Qështë është jetesa në fshatin Lajthisht? Jetesa, pa dikuj do këtë keq, dikuj mirë, veç mirë, përgjësi mirë. Qa ko keq? Valoj keq, me rrim qëtu pak. Na kalon kë kryetari i Obiliqit pak, si onër pak. Se këna votu e... Se këna dhën votën... Na kalonën. Na kanal rrimë... Ta se këna votonin, ta është kryetarin tonë. Apo keni probleme me rryma? Pa po, e një shi me ra, i lehet me ra, është në nëllet, me 2-3 orë. Me frynë e erë që ashtu, problemit hazer. Me qka jetoni, me qka mirëni, qka pononi? Me qka mirëm, tash mirëm me punë ma shumë vëlla, me punësime. Për para e na mirë me bakti, me qëtu fërës, me tokë. E qështë shenë ti ma të arsyshme, jetesa që shokon për para, apo sot? Ja, ma mirë sot. Ma mirë sot, a? Ma mirë Edhe ju sot. po keni qef këgja saltanet, kështë? Shuj, që shina kuna i shola, kur si e, kush, si e të ashtu. S'kena pos uj, s'kemi pos rrugë, kanalizime t'il sheshin e për ulicë, s'kesh. E sot për shamull, qka nuk ju pëlqen? Sot të veç që të rrimë se kemi edhe një qërë dhe një balon që tu me bu. Se keni ende, a? Ja, Vetëm shkollën. vetëm shku. Kjo është shkolla fillore, apo? Po, te në 9. klasë. Mandej, ku shkojnë nxoncat Mandej në shkollë të mesme? Në Biliq. Në Biliq. Në Biliq. Për afërsisht nëse din me na tregu sa është numri i banorëve në këtë fshat? Valla oj për numër, për një 150 shtëpi janë. E për ma shumë nuk muj me të garantu se... Për afërsisht. Po na me këta elektros që pi bin fakturat e dim sot tek. Aty bazohni. Që aty bazohen. Po, Shpi. fshati si fshat, a është kështu i braktisëm? A e kanë lënë hiç? Po, do po, veç jo shumë. Jo shumë. Çka i Kam kam... ndolë më shëbet kushteve pak ma të mira në për qytet, se për jo për qytërsan. Punësimin e këna pos në ankek gjithve që për 20 vjetë tash s'kena pos punësim, që 20 vjetë. S'keni pas punësim? Punësim këtu jo, se na qëtu kemi për gjësore më rinën. Po, e pse nuk keni pas këto 20 vitet e fundit? Patën rok ata, krohi lufte se pat rok. I beshin të vetë, që qëllit vetë i beke. Po. Qysh po kalonin këtë fshatin e juj? Apo mblidhni kështu me banorët, a keni raporte të mira? Kemi, rogja s'kem. Që të kryesore është rogja s'kem, mirë është. Krejt gjithmonin akon bashkë.
Martesat apo i bëni? Martesat ju, i këna bo, po ju, qaq. Pse? Pa nëse këtu se në shpijen akon. Po dashurohen tash, ta? Ja, bilet na përpora jo, tash trit ma s'pëkëshyrin fort. A ka mbet rini në këtë fshat? Po, ka rini. Tokat apo i punoni? Ka dhe ndalë, ko gja jashtë, që ka dhe rini. I punojmë disa për mëlla ma pak. A ka për shembull familje cilat mbohen gjallë prej punimit tokave? Që më jetën gjallë për i punimit tokave, ja, s'ka se tash, po punësohen edhe private. Ju dhe i keni ofër gjitha? Po, këtu anej gjigonti tjetër, kënej gjigonti. Veç që në kanë morë parasysh që 20 vjetë se këtu punësim kanë posë gjithna. Shiritat e transportit që qënë që mërë në praborë i kemë, të shkel në pasurijë. Qa me thonë. Çfarë ndjesi është me shkel në përpore? Po dhe. Tanë janë kohë njës po kemë. Qa që me po, që myrin që të kemë. Shumë mirë. Po më intereson si fshat pas kohës mbas lufte është ndërtuhe, që është zhvillu? Po, ma shumë që shja, ja po. Qka ju ka shtu? Po aty i be shpijat, ndërtesa jenë da njerëzit, ma jenë shumë e qëtu. Jenë da, po thumë nda ma mira? Po normal, nuk kum një mo që do në dikush e në bo bashkë. Mërgata? Ka shumë prej mërgatës? Mës në lorë zoti pa ta. Po i përshëndesë mërgatën e fshatit lajtisht. Po, falemderit, ishala. A e keni ju dikon? Shëndetin. Po, ishala. A e keni ju I dikon? kam dy që i kanë ideal jashtë. Se sa kanë shku? Që djoli në që një 5 vjetë, që i ka që 3 vjetë. A e keni pa të arsyeshme ju personalisht me u largu prej vendit fëmija? Jo. Asë kush zbesoj që i ko qef me u largu për qef. Po, punësimi të anë atë qëtore. Apo mundëm ju ndimu diçka vilim? Po, mërë qëshë. Ma, po, qëshë. Sytë koqitë të qka me. Sytë koqitë? Merë. Apo du që porja i qkoqitë sen, ata? Merë, s'ka, qa me bu. Shumë mirë. Me hongre me pi kemë, se që të lokale kemë qëtu. Po, një jetë normale, një mesatare. Qashtë. Se cili diçka ka. E keni marketin edhe pas këtë bashkë në vend të mira ofër shkollës, po besoj që edhe keni punë. Po, mirë. E kështu banorët e fshatit a vinë për shembull me ble harç. Po qëshja. Bile verësi masha. Po vazhdojnë ende me marrë verësia edhe në këtë kohë. Qëshja. Bashkë që të kohë thuj krize madhe. Po qëshja e marrën e i bine, që me bo qashtu. I keni raportet e mira, po? Po. Ja, qëse njerës më nëshë me dhonë. Biografin do të mjanë, jo qëfar njerë, qëfar tarnë. Tani mi shkru. Mi dhonë. Po. Jeni vetëm të besimit musliman. Këto. A ka ndonjë besim tjetër? Musliman, ka janda, pak. Jo. A ka tjerë besime, apo vetëm musliman? Ja, vetëm musliman këtu ka tash. Ka pas për para shkije, po janë dalë para lufte e likë. Para lufte? Po. Po më intereson pjesa infrastrukturës, si janë rrugët? Janë nivel? Mira janë qështu qepë, shevet. Po. Këna jesë të këtu në laqë, këna jesë, tash përna do këtë bile me flitoru. A dim rëndësisë sot sa jetë që e ki? Po jo, s'ja dina. Këta të rritë bile që heqë, ana po se këna hekna, ana ja dim, a të rritë që në lejë në asfalt, s'ki që afënë, që tu e kam posë. Të shku për spital në asfalt. Po, në asfalt. Të rritë s'kanë që ja dina, a i bile mi thonë që kumë jetës, a i thëtë, a i gore, po bojnë, kumë ditë. Na u duket interesant. E tha që keni probleme me energji elektrike, përveç kësaj keni probleme me tjera, për shembull sjell, kanalizim. Jo, ujtë e kemi mirë. Edhe kanalizimin. Po. Do më thonë, diçka tjetër nuk i nevojitet fshatit. Që kjo rrim, po na pengon pak se jo mirë o krejtë.
Okej. Okej. Shumë mirë, i nderuar mund të falenderoj shumë për kohën. Ishte shumë Faleminderit kënaqësi. edhe për juve, edhe delni nga herë më shpesh pak, se Kismet për Bajram, vim prapë. për para, A bën kështu? për vitrinë është në zgjedhje. vini. Vitin e ri nuk e festojmë. Nuk është festë jona. Ti ko ke muslimon, të le me pas ditë s'kisha omën. Ja, e festojmë pak, po kështu nuk është që e kam atë dëshirën me festu. Se ki, kjo është e krejt botës. Unë e menoj që çdo ditë duhet me festu. Musingata, Kanë mëre mos i nga që u kap me mu. E qatë bona mëre? musingata, se na kanë lunë. Na kanë lunë ropa. Që në ta, se s'po di, unë s'kom vol me kërkën. Që ta me mjekra. Burrin me mje kërrakëm. 3 tanë gjashtu. 3 tanë. Faleminderit, ç'kam? Ha? Ja, me muslimon, heqë, se na kanë lunë ropa. Se. Qyrë pëseve? Po mirë, është me besu. Unë 3 dove janë atë, në këlli valohe, se pas nërqja edhe s'ka ki në gjami. Qa ki gjithë? A me ngo mas tyne më s'ka vani me ngo, se s'ban. Janë... S'janë. se cili mendimin e vet. Po jo, Që duhet të mi... më këshirë seri. Ja, duhet mi u këthy. Se një me... Këta veç më ropat këthejnë, se kanë kur gjë iqë. Qa ki aty kur gjë iqë? Ka për mësohën ne i gjuhë, ne janë, ne qëtot vindi, qka, se gjami. Po veç edhe ato e ki obligim, Hiq, po thua. hiq, A gjeron ju? jo kur, Për një mea. gjënon njeri me men, A beson në botën tjetër? jo, Ku mendon se shkon shpirti pas vdekjes? ku shkon? Qysh e shen, po, qysh e paramendon, po më intereson mendimi çka sillet në kokën tonë. Kur s'ki me livrit, as kur s'ki mu qu, sot, kjo e bot, kur mo. Unë e menoj që Me ditë që quhen bile shakzuhet, po s'quhen mo. je mu që jo, po e ki një jetë tjetër atje, ki me jetu edhe Po atje. jo, mërë, të kërkosh të kun me kësyr atje, heq. Bos disa shkrimeve, Kur, disa shenjave që na i kanë dhënë. Shkrimet edhe historiat, po shkruhet, po gjysën bjashtoj. A mendon që ki me thonë llogari para Zotit? Heq, s'menoj. Për një mea. Jo që... Apo thu që s'kena me Krejt i bona? ki në gjithë dënja, krejt që të i ki. Për një Që me. na se vop që të dënoj. As nuk besë notën e vorrit as hiç. Ja, ato i kanë lonë në gjëllarë, mes më bo ma keshe me këto krej. A den që me besu dikon. E për që ata i kanë lonë. Interesante, po më vjen valla. Po dhe me top theshin beslu se kryte për kamerit është topi, se me një unë mire kanë posë se rehen aty. Korë roqa në top gjithë rehen. Edhe i kanë largu më slujme, ato qëso farë sane. I kanë largu me mojtë shpresë. Shtu. Po, besimi është individual, se cili e shen atë perspektiven e vetë, ju e sheni ndryshën, e ndrysh. Po normal, a i mo qashtu, po bollën fole, bollë, 8 Ramazone ka, me mujtë mi shrit dikuj. Unë po ju falenderoj shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për juve, që keni gjetë kohë, jeni dalë, po punë profesioni juve kë. E vërtet. Me vetë për shatë. Po, valla. Ju përshëndes. Hajde, çdo të mirë. Respekt. Hajde po shkojmë drejt fshatit, po e njohim fshatin, përse ofërmi përshëndetje, po mos e këmër burri fort. Qaj të e qitë kapele, mos e qëtë se nuk qesëm ka mirë, ja. Me fillim, jam të po më Betorina, fshatin nuk është i mirë mbajtum, nga jë. Mirë, ju si jeni? Gjdo të mirë, respekt. Tëngë. Po shkojmë drejt fshatit, kjo rrugica që jem të e pa në anën e majtë është e pashtrume, edhe pse banori më tha që çdo rrugë është e shtrume kur e pyeta, po ndashta për një rrugica të këtë dvogël s'ka dosht me botë të madhe. Fshati po duket me pas shumë shtëpi. Pse e kanë lënë kështu në Betorina?
Edhe në këtë fshat pas ka shumë qenë edhe moca, jam të po gjatë gjithë kohës, se di pse i kanë lënë kështu në rrugë, qenë të shpërndojnë për logu, normalisht. Fshati nuk është që po duket diçka ashtu i zhvilluar përveç shkollës edhe xhamin që jem të e pa, diçka tjetër nuk ka. Në këtë fshat kanë probleme me energji elektrike, ujësjellësin, kanalizimin e këto i patën në rregull, edhe një tjetër rrugicë bukur e gjatë e pashtrume. Fshati duket me qenë i lënë bazdore, jo si në fshatra të tjera. S'po kom qa me tje, bre. Përshëndetje, zemër. Po s'po kom qa me tje, po. S'po kom qa me tje, po ka prek bërlëk. S'po kom qa... Edhe sot po m'duket që doj me shiju fshatin, për ndryshe nuk po takoj banor. Më thanë që në këtë pjesën këtë mundesh me gjetë, kësi të më shumë, po problem me gjetë rini, jo vetëm këtë fshat, po në çdo fshat që po shkojmë, si i kanë lënë ndërtimet kështu shtëpijat, me siguri jem prej atyne që kanë dalë krejt, komplet prej këtij fshati. Shpresoj që s'ka me na dalë në i qenë. Jo, a? Të ma siguru. Ja pra, miqtë e mi, xhamia, një objekt i bukur po duket, edhe një pjesë e uburit që pas ka po m'pëlqen, është në gjendje të rregull, sa i përket mirëmbajtjes, dhe poshtë saj është oda e fshatit, objekti që tashmë jeni tu e pa në këto momente. Dhe këto e pas ka një park me disa ulce, për ndryshe me qëtë mi për ata cilët nuk e din, ky park cilësohet të jetë parku i dashurisë. Ne do mundohem deri në momentin e fundit me gjetë banor, ku jeni nysa? Aeroplani, apo shkojnë apo vinë? Nëse janë duke ardhë, ju urojmë pushime të mira, nëse janë duke shku, inshallah shkojnë mirë, tash kohën e kemi për mërgatën, festat e fundvitit, ka me u stërmbush Kosova me mërgatën e mrekullueshme që e kemi. Pas ka rënë shi, do të me pas kujdes, nga momentin në moment mund të rrëshqasëm, ka pas raste edhe që jem rëcu edhe kom vazhdu, qashtë me laq, me balte. Jam të i pa dhe qyngat e obiliqit prapa ondit, sot me ajrë e dini se si qëndrojmë, e keni parasysh, do thotë sa herë frymujmë sot veç shirin, veç ndëm të shëndetit tonë, po s'kem qka me bo, duhet me vazhdu, nuk duhet me lanë as edhe një fshat, nësë të haraj me ju të regu që po mundohem me shku në disa fshatra që ndoshta asë nuk ja keni ndëgju emrin do njëherë, edhe unë vetë personalisht. Për shembull si sot emri Lajthishta, fshati Lajthishta, nuk është që e kam ndëgju si fshat, ndoshta kam pas edhe ftesa, po nuk më kujtohen. Kështu që po mundohemi me i pasqyru, me i qitë në pa disa fshatra që kanë mbet krejt anash, edhe kjo pjesa është mërësisht me mbeturina, nuk po m'pëlqen, fshati është shumë i pamirëmbajtur, në gjendje jo të mirë, fshati nuk është i ndërtuar si jam mësuar në shumë fshatrat e tjera, fshati është tamam fshat para lufte, nuk është që pas ka ndonjë dallim, ndryshim, hiç fare. Përveç shtëpi që i ka ndërtu, ajo po dihet se cili për kryt vetë, për kuk banori.
Pra miqtë e mi, jemi në një tjetër rrugë të fshatit, siç po e shihni gjendja është shumë qetë, ka prej atyre që e kanë lanë, e kanë braktisë fshatin tërësisht, prapa mi janë shumë shtëpi të cilat s'kan as dyrë dhe dritare, për mos harrojmë që një pjesë ka qenë edhe nga serbët, të cilët e kanë braktisë vite më parë para luftës, do sa mundën me qenë këtu edhe shtëpitë e tyre, shtëpitë, se di, nuk jam e sigurt, po supozoj. Prapa mi e thuja se shumica e shtëpive, pra si që një thuj po, janë të pabanuara, pra një fshat i cili është braktis në mas të madhe. Ne po vazhdojmë drejt, kemi mbet kështu veç të vazhdu, nuk o që po shohëm si që një thuj po dhe ju vetë, është shumë qetë, s'ka lëvizje, se di qa mundën me punu në këtë fshat banorët. Nuk është që po shoh dhe shumë ashtu toka, ose si në disa fshatra që janë tokat të punuara, ashtu të mira. Këto, se që në të e po, fokosandi. Përveç që e kanë lanë këtë shtëpin të rënuar, thujese, kanë lanë këtë gjendje, po ashtu edhe pjesa e tokës është me therra e me katastrofë. Në gjendje shumë të keqe është fshati, në një pjesë pra të Prishtinës, po besoj që edhe po mendoj çdo është me qenë si fshat më i zhvillum, me i pas kushtet më të mira sa i përket jetesës, me që është afër Prishtinë, o bileq Prishtinë. Por ja kjo është e vërteta, ka shumë fshatra cilave ja u kanë kthy shpinën edhe nuk janë marrë me to, i shkon mirë nëse cilin fshat me pas të paktën një investim që me pas për çka me qëndru banorët në fshat, mos me braktis fshatin, kesh ka rëzona. Pra, sikur të kishtë ndërtum diçka, po besoj shumica familjeve s'kishin pas arsye pse me lanë fshatin. Por gjendja vazhdon të jetë kështu, fatkeqësisht. Për shembull, ka jem të shku na drejt, jemi të dalë me një pjesë shumë të bukur, në një pjesë ku e kapet gjithë vështrin, pra është një pjesë shumë e bukur, sikur të kishte pas ndonjë investim ose rregullim. Pra fshati si fshat është i lënë masdore. Nuk e di se çka ka me komentu më shumë, unë gjithsesi edhe në këtë epizod mundohemi me shfaq pamje sa më shumë të fshatit, për shkak se çdo informacion jam i gabushëm, nuk është e mirë, sa i përket etikës teme, por edhe mendoj që se kam të drejtën për e marrë me dezinformu, kështu që nuk mundem me jap diçka ndonjë informacion shtesë. Këtë pres nga vetë banorët. Se disa fshatrat e komunës së Obiliqit kanë mbetë në këtë gjendje, është për arsye se këtu ka me ardhur termocentrali Kosova A dhe familjet që gjenden momentalisht në këtë fshat kanë me u shpërngul. Pra i njëjti fat, sigur se në fshatin Hade, për ata të cilët e kanë pa episodin sa isha në Hade, e din se çka po du me thonë. Unë po vazhdoj kështu rrugic, të paktën po morrim pamje, siç po e shihni edhe ju gjendjen, është shumë qetë, kemi shumë të pamundur me taku banor, por gjithsesi na mbetet vetëm pamje, por qëndron edhe për pak çaste me neve. Zona 30, që nën kupton dori fol më ngadalë.
Disi kur të foli shumë ngadalë, më duket si mos me pas material, si mos me pas fjalur, çka me thonë, jo mësu shpejt kështë vërt. Çka po du me thonë është kujdes shkolla propa mi e shenja, pra e kam parasysh se shkollën e kemi krejt ofër. Tjetër çka po du me thonë, kjo pjesë kaq e bukur e sheni me qtemi është për keqardhje me u shfrytzu, përshëndetje! Për termocentralin Kosova A. Një informacion tjetër që e ka marrë prapa kamerës edhe këto sinehade, pra premtimet janë bërë që nga viti 2015 që kanë me i zhvendos nga fshati krejt banorët, por që kanë mbet ashtu pezull. Në anën tjetër nuk është fair, për shkak se po të penalizon në një farforme, as nuk je që bën ndonjë ndërtim të bukur, as nuk je që jeton në disa shtëpi si që pom, jeta po shkon, edhe nuk është fair me jetu qështë mund, a kështë jetu të i vetë për shembull, kryen mundësit për më mirë, pse mos me u zhvillu. Pra, fati i banorëve të këtij fshati mbetet kështu siç jeni tu e pa që nga viti 2015 me premtime që kanë me u zhvendos nga fshati. Me këtë pamje të bukur prapa mi, unë ju falenderoj që qëndruat edhe për gjatë këtyre minutave sot me neve. Shifemi në fshatin e Radhës, deri atëherë, mirëmbëjtje.